Alba dhe Sosa, dy prej vajzave që prej fillimit janë shfaqur me karakter të fortë dhe temperament të ndezur, përfshihen në një debat të rëndë që shpërthen papritur në mes të shtëpisë. Ajo që nisi si një diskutim i zakonshëm mbi një keqkuptim të vogël, brenda pak minutash shndërrohet në një përplasje të ashpër, ku asnjëra nuk është e gatshme të lëshojë terren. Tonet e tyre ngrihen gjithnjë më shumë, dhe ndërhyrjet e banorëve të tjerë nuk arrin t'i qetësojnë. Tensioni mes tyre ka kohë që është ndërtuar ngadalë. Dhe tani duket sikur çdo gjë po shpërthen njëherësh. Në kulmin e debatit, të dyja afrohen shumë pranë njëra tjetrës, duke dhënë përshtypjen se mund të përfundojnë edhe fizikisht të kapura, aq e ndezur bëhet situata. Në një moment të nxehtë, Sosa e humbet durimin dhe shpërthen me një fjalë shumë të rëndë, duke e ofenduar Albën në mënyrë të hapur. Ajo i thot Albës se është një vajzë e përdalë, një akuzë tejet e rëndë dhe e papranueshme, e cila shkakton reagime të menjëhershme nga të gjithë ata që po ndjekin situatën. Kjo fjalë jo vetëm e prek thellë Albën, por ndes edhe më shumë atmosferën brenda shtëpisë. Alba, e shokuar dhe e lënduar nga ofendimi, i kthehet Sosës me indinjat dhe zemërim, duke i bërë të qartë se ajo ka kaluar çdo kufi të respektit dhe sjelljes njerëzore. Sytë e saj mbushen me lot nga inati, nga lëndimi dhe nga befasia që një bashkëbanore shkoi kaq larg në një debat. Banorët e tjerë përpiqen të ndërhyjnë e t'i ndajnë, duke i kërkuar Sosës të tërhiqet dhe ta reflektojë sjelljen e saj, ndërsa Albën e ngushëllojnë dhe e largojnë nga situata për ta qetësuar. Debati i tyre bëhet menjëherë tema kryesore e shtëpisë, ndërkohë që publiku jashtë, që ndjek çdo lëvizje të banorëve, fillon të komentojë me tronditje, zemërim dhe kureshtje se çfarë do të ndodhë më tej.